Patlıxhanet të mbushura do përgatitim për sot, edhe kur ha nga tepsia, që sapo ka dalë tepsia nga fura, janë perfekte. Unë përvëllova pak, Eva po i fryn një 2 orë këtu, edhe pastaj po ha. Kjo është ja më e madhe o njerëz. Sa del nga fura ashtu e nxehtë. Tani si i përgatitim, siç e pat neve i zejmë pak patlıxhanet edhe pastaj i heqim mesin, të cilin do ta përdorim për salsën që duam. Te salsa tani i hedhim brenda shumë qepë, një 4-5 qep hodhëm neve, karotë, këto mesin e patlıxhaneve, spec të kuqe, nëse keni kungull mund t'i hidhni, neve haruam të blejmë dhe nuk i hodhëm, s'ka problem, bënet edhe pa kungull. Pastaj i hedhim domate të freskët edhe konkase. Sekreti i kësaj recete janë hudrat që japin shije shumë të mirë. Nëse s'dojnë tani s'mund t'i hidhni, neve i hodhëm dhe brenda te salsa, edhe do t'i grim një 2 hudra nga lartë. Në fund fare do t'i hedhim edhe çfarë do t'i hedhim djath nga lartë. Dalin fantastike o njerëz, siç mund të shikoni. Këtu në Greqi i bëjnë dhe me krem beshamel dhe me mish të grirë. Neve nuk i bëm kështu, i bëm versionin shqiptar, siç i bënim një herë në një kohë në fshat. Edhe dalin fantastike, edhe mandanos harova të them.